dashur tetovar, marrëveshja me Sauber Maher është shembull tipik se si partitë politike po e dëmtojnë qytetarin. Këshilltarët partijak nuk janë një gjendje t'i dalin zot shtëpisë së tyre, e aq më pak të mbrojnë interesin e qytetarëve që ua kanë dhënë votën. Ata votojnë marrëveshje që mbrojnë interesat e bizneseve private, duke dëmtuar drejt për drejt xhepin e çdo tetovari. Sauber Maher po kthehet në një EVN të re për tetovarët. Qytetarët paguajnë, ndodh që nuk e marrin shërbimin që u takon. Faturat nuk dorëzohen në shtëpi. Në vend të shërbimit vijnë kërcënimet, me përmbarues, me lëndë gjyqësore, me shantazhe për qytetarët. Jemi thellësisht të shqetësuar nga informacione se mbi 10.000 lëndë janë gati për të aktivizuar nga përmbaruesit sapo të kalojnë zgjedhjet. Ne si lista më mirë për Tetovën nuk pajtohemi me këtë. Këshilltarët tonë nuk do ta lejojnë abuzimin që u bëhet tetovarëve nga Sauber Maher me ndihmën e udhëheqësisë komunale. Do të propozojmë ndryshimin e çmimores në mënyrë që ajo të përbuthet me standardin e qytetarëve dhe me cilësinë e shërbimit që marrin. Gjithashtu, ne propozojmë që partitë politike të zotohen se brenda 6 muajve të gjendet një zgjidhje e drejtë, pagesë me këste që mbron qytetarin dhe jo Sauber Maherin. Për ne interesi i qytetarit është mbi çdo interes politik. Dilni dhe votoni numrin 144, listë e pavarur e këshilltarëve që do të luftojë zhvatjen që bëhet nga Sauber Maher.